Histori e Skënderbeut, kënga e 16, Naim Frashëri. 20.000 luftëtarë ju lëshuan Shqipërisë, Sinan Pasha ishi parë, me ushtrit të Turqisë. Mbreti mori ushtërinë, zuri vendin e të tërë, se e di nga do të vinë, dhe qëllim kishin bërë. Armikët me vrap shumë, me shpresë të madhe vinin, i pandehnin në gjumë, po shqiptarët të sflinin. Pa pandehur fare van, hynë tek ish vendi zën, shqiptarët uran e për armë nuk i bën. 11.000 vran, pa shpirt e pa frymë mben, 5.000 armë dhan, 4 muarë dhen. Sinani me pak shokë, pas po si langoj me vrap iku, shumë pun i erdh mi kokë, u prish së gjithash armiku. U prishnë e u përndanë, të tërë sa ka që hera, gjë e plaçkë shumë lanë, armë e kuaj e të tjera. Mbreti urt e i vërtet, i ndau në luftëtarë, pa mbajtur fare vetë, si s'kish marë dhe më parë. Sultani Egrë Mehmeti mblodhi gjithë parasin dhe tha, punë e madhe na gjeti, që s'marim dot Shqipërinë. Atë vend neve pazën e parën në Shqipëria e tërë në dorët tënë, nuk mbahet të Turqia. Gjithë kombet i mundmë, edhe tek do që luftuam, mbretërit i lëkundmë, gjësendi nuk pësuam. Po turp të madh na ka lënë në mbreti saj dhe Shqipëria, dhe në frikë na ka shtënë hoq më shumë të këqia. Se marr dot vesh këtë fjalë, mund më gjithë njerëzin, e një nuk mund të dalë të marrë dhe Shqipërinë? Të mos ishte Shqipëria, të mos kishte Skënderben, do t'ish jona Italia, e sot do t'ishim në Vjenë, po udhën na kanë prerë, s'na lanë të bëjmë këmë, dhe na mundin kur do herë, më vjen që t'i ha me dhëmbë. Ca të pakë shqiptarë ta përmbysin në Turqinë, kjo punë s'na kishte ngjarë, të shuaj në mbretërinë. Tani, sido që të bjerë unë e dua Shqipërinë, ta marri më këtë herë se e shtu poshtë Turqinë. Kush të mund një shqiptarët e Skënderbenit ta zërë, nga të gjithë ju të parët punë të madhe ka bërë. Në mos po djalli të marë, kur s'qëki të zotë fare, kur s'mund një dot shqiptar qënki gjithë për lavare. Kështu tha dhe u zemërua sultani e shkrefëtiti, asim pashës u lëshua e zu përdore e ngriti. Meri tha, 1.30 edhe hiq e gjej Sinan, dhe gjallë mos jakë përpjet, po se muart anë mban. Po s'muart të Shqipërinë e të prishnish Skënderbenë, si mjerë ata që të vinë, me thonjë të armojnë dhenë. Kështu tha Sultan Mehmeti, po i shtohej zemërimi, unë ngrit doli nga qyteti me 30.000 asimi. Tha, luftëtar, ta dini, po s'muar më Shqipërinë në qytet të gjallës vini, veç të merrni aratin. Vështoni se mos gënjehet në një nga ju të tërë, të ikënj e të kthehet se cop e kam për të bërë. Kështu tha, pa me vrap van, e zeza e thën e hoqi, e mbë udh as vetë Sinan, as shokët e ti si poqi. Për mi dibrën ato male te kishin prishur Sinan, u fut në gjithë nga dale dhe këta matë vënd vanë. Mbreti e dinte nga vinë se njerës kishte dërguar, e kish hapur ushtërin, vëndin e kishte rrethuar. Parësia Shqipëris edhe gjithë shqiptarët, trimathit e Perëndis u lëshuan me të parët. Urani, Shtresa, Tanushi, Mojsiu, Dukagjini, Maneshi, Pika, Milushi, Boshdari, Koka, Balladini edhe të tjerë që si trembeshin Turqis u vërvit në menjëherë hynë në mes të ushtrisë.
Armikët i përhapnë, vranë e prenë syre shumë, ata që ikinën i kapnë, gjaku erdh u bë lumë. Më të gjithë anët rrihte edhe shtohej e valonte, po Asim Pasha i mblidhte ushtarët e qëndronte. 2 shqiptarë ja dhan Asim Pashës me shigjeta, po me sa vërtik van të dyja ato të shkreta. Dhe krahën e djath ja than, pa ju mpi e shumë i dhëmbi, edhe kalën ja vran, e ra për dhe po si shkëmbi. Aherë gjithë u përhapnë, njeri s'mundi të qëndronte, po mori si cili vrapnë, kërkonte udhë të shkonte. Shqiptarët uran, i shuan në gjithët shen, i vran e udhë sulan, gjaku mori me vrap dhen. I korë gjithë e i therë, po të zbriti nga dale nata, me leshëra po si sterë të zeza shumë e të gjata. Të pakët që shpëtuan, muar nga frika pyllë, të rënatën suqetuan, ndejnë më këmbë së shtyllë. Po sa zu të zbardhëlehi, mëngjesi unis të vinjë, drite bukur por rëfehi, kur gjejnë më një dëlinjë, me ca shok Asim Pashanë të sëmurë e të qetë, pa të tërë armët dhanë dhe i prunë ta të pjetë. Me të parë Skënderben që kish hipurë në kalë, Asim Pasha i zufren duke thënë këto fjalë. Të mund një e të fitoj njeriu është punë e mirë, po më mirë të duronjë është e të ketë mëshirë. Mbreti Trim, me të dëgjuar këtë fjalë, qeshi pak, dhe shokët duke vështuar me atë vështim si flak, u tha: E shkreta nevoj, sa mire mëson njerin, mjalti vë brënda në goj, i bie gjithur të sin. Pastaj më gjuhë të trash i tha: Ri, prehu, qetohu, e mos ki keq Asim Pash, po merë shënden e shërohu. Mos u trëmb, e mos ki frik, se të falurit si vrasim kur e si kemi armik, si miqtit tani qasim. Ne shqiptarët themi kryet e falur spritet, dhe me këtë fjali jemi. Njeriu i zënës vritet, ri lira i qpengua, si kur je në shtëpi tënde, se gjë s'ke për të pësuar sa të jesh nër këto vënde. Kështu tha, se kështu i mbante të gjithë ata që zinte, nga miq të fare si ndante, në mundim kur si vinte. Ma anë teatrë Sinani me zëmrë zjarë flak, kishte vatur të sultani me shokët e tij të pak. Kush mund të mbante sultanë, kur erdhe u ashpërua, e zu prej mjekre Sinan, po si ujku ju lëshua. Nga zëmërimi madh qante për grykë e kishte zënë, mishra do donte t'i hante, pa po poshte kishte vënë. E tunti edhe lëkunti, më zdoj ta linte të gjallë, në hekura më së fundi dhe në burg të erët e kalë. E vu në hapë Sinan, pa 20.000 ushtar, nisi dhe Isuf Pashan, e vuri mbi ta të parë. Hiqi tha dhe me Asim në Skënderben ta rrethoni, të dy bashkë ju me Trimnë e zihni e ma dërgoni. Isuf Pasha u dhëmori me 20.000 ushtetarë dhe nxitoi me vrapi gjori të vijë sa mundte më parë. Të pishte Asim Pashan të rrethonin Skënderben, një mënjan dhe brengë më të mosken. Po se gjen Asim Pashan, ndonë se shumë e kërkuan, as shokët e tij si pan, pa po shumë u frikësuan. Duke ikur ditë e natë afër ysqypit van, po dhe mbreti jetë gjatë me shqiptarët u dhan. Armikët duke parë shqiptarët që u lëshuan, Trima gjithë e kordëtar u përhapën e mës qëndruan. Isuf Pasha thirë i gjori, po njeri si vuri veshnë, gjithë kush udhën e mori, Zoti i madh u dha rebeshnë. Shqiptarët i ndoshnë, 1, 2 a 3.000 i vranë,
atyre kordë u hoshnë, të tjerët shkuan e vanë. Isuf pashë në sultanin në quar të thellë e shturi, atje tek ishte dhe Sinani e nërhekura e vuri. Ishte shumë i zemëruar, pa ju shtua zemërimi, kur dëgjoj që ra nërduar me shokët e ti Asimi. Tha, ç'na bëri Shqipëria? Turp të madh na la për jetë, do ta mbanje njerëzia nërmend këtë turp të shkret. Kështu tha dhe nuk qetohej, po zjente e nuk pëlqiste, e sa vinte ashpërohej, këdoshi donte ta vriste. Shqiptarët dhe mbreti me gëzim erdhën në kruj, i priti kryeqyteti, me pohë shumë e me buj. Pa turqit shtrenti i blen, Asim Pashën e të tjerët, ata u ruan në mbrenë dhe vanë gjithë të mjerët. Po edhe Asim Pashanë brenda në quar e kallë, me Isufne me Sinanë, se u zu në dori gjallë. Sultan Mehmeti më sflinte, zëmrën ja haj në kari, natë e ditë gjuarinte, mushkërin i tret të zjari, zgurdullohej e mejtohej dhe u dhe shpëtimi zgjente, pa dridhej e rotullohej, s'kishte dhe kujti rëfente. Tek ish nër këto mejtime i erdi Karaxha Plaku, e gjet në shumë i dhërime, pa i qaset Zjebaraku, dhe i thotë, pse mejtohesh, ç'të keq ke kur më ke mua, nuk duhet të helmohesh, çdo breng të kesh ma thua. Sultani shumë u gëzua edhe qafoj Karaxhan. Ja ki tha, ja ke më thua, gjerë më sot, përse e lan Shqipërin e Skënderben të na prishnjë e të na vrasë? Neve zumë gjithë dhen, njeri zguxoj të na flasë. Për këtë ke keq ta Plaku, do të vete unë vetë, se s'më është ftohur gjaku, jam desh zoti gjallë në jetë. Do të nisem tani vetë, po të më apë shtrima të parë, edhe 1050 të zgjedhur e luftëtar. Pa të shohë Shqipëria se ç'është Karaxha Plaku, dhe sa fuqi ka Turqia, i shumi mund i paku. Vete më dërgon Sinan edhe Isufne Asimnë, duke pasur Karaxhan plakën e vjetër burrë trimnë. Kjo fjalë e gëzoi sultan, dhe e qafoj duke shtrënguar, pa e puthi Karaxhan që i dridheshin këmbë duar. Kohë shumë s'kishte shkuar, vjeshtët të kishin hyrë, dimër ish më të afëruar, që si le lulet së ngjyrë. Karaxhaj më spriti kohë, po mori gjithë ushtërin, doli me buj e me pohë, si mizëria po vinë. A herë mbledh parasin e u thotë, këtë herë do ta marrim Shqipërin, se i erdh koha të bjerë, pa i thonë parësia. Shqiptarët janë trima, na shpëtoftë Perëndia, bien si vetë tima, janë burra kordëtar, edhe trima të vërtet, luftëtar e të parë, janë në trimëria vetë, të atil trima s'ke parë, si janë gjithë të mësuar, njeri se mund shqiptar, ta dish ne sa kemi vuar. Pa lea ju mbreti vetë, nuk e zë as plumb as shpatë, as thik, as usht, as shigjet, është trim e jetë gjatë. Karaxhaj tha, trima janë, po dhe ne trima jemi, pa të shohën Karaxhan, a herë kemi të themi. Unë sot e këtë ditë Shqipërin e zë të marë, i kam prishur magjit, si janë si qenë më parë. Kështu mburej Karaxha Plaku dhe thosh, atë që është i shumë, se mund do të kur mi paku, se përroj zbëhet lumë. Karaxha Pasha, nuk e mund do të Skënderben, mos i vra kaq të trasha, se do të ikësh të Marxhen, do të rjedhë po si krua, gjaku e ti do të uron qren, të lesh dhe armët e tua dhe kalën e Fermelen. Përvish mëngët e peshlisë edhe del Skënderbe vet, po si dritë e Perëndisë, dritë e Zotit të vërtet. Mbreti i kishte mësuar dhe kishte mbledhur ushtërin, kishte dal e s'kish mënuar, mi dibrat e Zukufin.
3.000 i kishte dërguar shtresën të parë e kish vënë, vendin e kishin rrethuar, udhët i kishin në zënë. Karaxhai larg kish qëndruar, edhe nga çele kaloris, 4.000 kish dërguar, po i qasëshin kufis. Pa hynë në vend të zënë, shqiptarët të uran, për armë fare si bën, një të gjallë nuk e lanë. Maksuti që i mbeti kali se gozhda e kishte zënë, unje nga dal nga mali, po kur pa ato që u bën, la atje kalën e qalë se e pa që gjithu vran, edhe mori me vrap mal, vat e gjeti Karaxhan. Kishte vaturë pa frymë, se shumë kishte nxituar, fytyrën e kish si brym, i shtrembur e të meruar. Ku jini, tha, se i vranë, i kor e i coptuan, një të gjallë nuk e lanë veç meje të gjithë i shuan. Karaxhai u zemërua, nisi Mustafa Pashan, tha, Skënderbeu t'i thua trima të kështu se kanë, po në shesht këtu të dalë, atje njihet trimëria, mos zën pritën e malë, të vej dëm njerëzia. Mustafa Pasha me shokë Skënderbeu trim ju falë, dhe duke unjur kokë, ja thanë gjithë ato fjalë. Mbreti tha, ja rëfenj sheshnë, po në është trim të më presë, pa e sheh me syre beshnë, për jetë nërmend t'i mbesë. Kështu tha dhe u ashpërua, hipi me vrap shumë mbreti, fluturoj po si fajkua, ira pas gjithë rëmeti. Ndënjë kundrejt ushtëritë, shqiptarët u lëshuan, me vërtik shumë atë ditë, armikët u frikësuan. U ndes shumë lufte shkret, u vran, u pren e u therë, gjaku u bë si kënet, dhe të vrarët ishin derë. Parësia Shqipërisë që ushtërisë i ri në balë, si trembej fare Turqisë, armik nuk la të gjallë. Pa kur u derdh vetëm mbreti u lëshua si dragua, njeri në sheshtë nuk mbeti, armiku u coptua. Karaxhai me pak shokë u mbajt, po pastaj si pan ushtrinë që u bëtrokë, ikën e gjithë shpatën e lanë. Armikët me të qyër shqiptarët u ranë, pa të tërë duke thyer shkuan e prapa më span. Shqiptarët po u binin dhe i ndishnin me vrap shumë, gjallë as një zdonin të linin, gjaku derdhej po si lumë. Po u erdh e undiu reja që ishte bërë e zezës terë, shiu rodhi si rufeja e mësla njeri të bjerë. 3 dit e 3 net po binte shi i shumë e i paprerë, dhe qelli vetë tinte, pastaj pushoj me një herë. Armikët të pakë mbenë dhe lakuriqe më këmë, në prëshitë muardhenë e vanë me shpirt në rdhëmë. Fort të pakë shqiptarë në atë luftë atë ditë, ishin vrarë e kishin rarë si luleja me më ngritë. Djeli qeshur kur bie, qysh sjell ngrohtësi si e dritë, errësirën poshtë e shtije edhe natën e bëndit, ashtu edhe mbreti i mirë armikët i përzuri, që ishin si errësirë Shqipërisë dritë i pruri. Bashk a y me Perëndin i pru dritën e lirisë, dhe të tërë mirësin që i duhet njerëzisë. Histori e Skënderbeut, kënga e 16, Naim Frashëri.